Borxhi publik i vendit, i cili në tremëjorin e parë të këtij viti është rreth 10.8 miliardë euro, në vitin 2030 do të arrijë në 13.7 miliardë euro. Kjo është përcaktuar në strategjinë për menaxhimin e borxhit publik që u miratua në qeveri dhe të cilën në emisionin Biznes 21 e shpjegoi zëvendës ministri i Financave Nikol Jankulovski. Ai thotë se planifikohet rritje më e fortë e prodhimit të brendshëm bruto, ndaj projeksioni është që deri në vitin 2030 borxhi publik nga rreth 60% të bjerë në rreth 57% të bruto prodhimit vendor. Значи за 2027 година около 12 милиарди евра, 12,6 2028, 2029 13,2 и 2030 около 13,7 милиарди евра. Овие се апсолутните бројки согласно стратегијата за јавниот долг, но процентуално тоа би значило постепено намалување, сега ако е околу 60%, да завршим околу 57% до 2030 година процентот на јавниот долг како процент од бруто домашниот проizvod. Jankulovski thotë se përveç huamarrjes prej 260 milionë euro nga bankat ndërkombëtare që kaloi në kuvend, as me ribalansin nuk planifikohen huamarrje tjera nga jashtë deri në fund të këtij viti. Thotë se ka para për pagimin e gjysmës tjetër, respektivisht 350 milionë euro nga euro obligacioni i vjetër prej 700 milion që duhet të paguhet në qershor nga huamarrja e mëparshme për 1 miliard euro ndërmjet 2 euro obligacioneve. До крајот на годината, значи планираме на 59,5% од бруто домашниот проizvod да го завршиме јавниот долг од предвидените 60%. Добро. Јавен долг. Тоа во пари би значило колку? Околу 11 милиарди евра. До крајот на годината. Jankulovski konfirmoi se ndërmarrja publike për rrugë shtetërore po negocion të marrë një kredi prej 300 milionë euro. Nuk zbuloi konkretisht për çfarë, por tha se nuk bëi fjalë për projekte të reja, por për financimin e projekteve aktuale infrastrukturore. Ai pret që deri në mesin e qershorit ribalansi i buxhetit të shqyrtohet në qeveri, thotë se do të shtohen para atje ku nevojitet dhe do të ulen nga projektet që nuk po ecin sipas planit. Zbuloi se me ribalansin rritja e bruto prodhimit vendor do të ulet nga 3.8% të planifikuara në 3.5%, ndërsa inflacioni nga 2.5% të projektuara do të rritet në 4%. Ishte i vendosur se deficiti buxhetor nuk do të thellohet për këtë vit dhe do të mbetet në 3.5% të bruto prodhimit vendor.